di që më ke thirrë me ardhe me Amerikë, por e di se është atje ma mirë, e di, të gjitha e di, edhe kam pas rastin me shku atje edhe me jetu atje bashkë, por nuk bën sepse ky vend i ynë ka nevojë për njerëz. Shpendin duhet me hek qafena. Ajo shumë i rrezikshëm për neve. Plus, ju ka bërë dhe hajnë në sy. Keme shnuk si pulën. Si pulën? Le e pëllavra si pulën. Po dhe ata thëshin si pulën kena me shnuk, po banen ma pulë se pula. Me qunë e meta. Djema, para se ta marrni darkën, deshta me ju kallëzu diçka. Sepse kur e keni barkën plot, e keni edhe kokën plot. 192, cila është urgjenca juaj? Dardan, dëgjom, shpend jam. Dikush sa po më sulmoj të banisa e merri targat. 01648 Delta Sierra, merri targat lutem. Duket se këtu i kemi, nuk janë larg Dardan. Okej, faleminderit shumë. Polizia! Polizia! Që kush e ka planin? Mirë brama. Faleminderit. Ka muaj që unë jam të punu në këtë projekt. Dhe tash unë jam e gatshme për me jo prezentu juve projektin, me qenë se edhe Gjema e ka pa. Kjo është një program kompjuterik që unë kam vendosë me qujtë Green Money, që në Shqip dënë të thot parate blerta, gjo që unë jam bazu në emnin tam. Urime bi, ja dole. Hera parë ka rëndësi me dalë mirë. Ikim. E qëllë pak të lutëm? Kjo vajza. Këtë vajza kam pa vetëm prej slartët. është pjesë shumë rëndësishme e këtij grupi shef. Afro më edhe pak? Po është kjo që nga shumë e rrezikshme. Po kjo e takon një grup që ja ka kidnapu djalin. Cila është urgjenca juaj?
Alo, shpend. Po Lida, E, Gjumash. Alo, të vletja? jo jëm ndek. Më ndalë me djallë, jëm querat. E, le shoppingun, e hajde se e kom kry raportin, edhe këtë vajzën e kom identifiku, po dhe, që e që ke të mytë, që ta kish marri nati. E, mos haro merr ma një kafe. Mos po dënë edhe një 7-8 ndete rasisht. Mënsisht. Hajde, ciao. Leve babë më të shkojës, rësër në më. Ani dhe hajtë se sot kam e najtë me. Leve babë më s'ka qëllë heq. Falë qaf? Jo mëri, çfarë flajt jem dalë. Aha. Shef, po, nësot jam ndrimin e mazdite, sa e din. Mirë. Atëhera one, a pan pak pushem pra? Në regu, hajtë që po bishë. Hop, po do të me shku, se më tirë. Mirëmëngjes. I kafe ta pruna. Faleminderit qëm. Që raportin Gjumash? Po është zotit qa mu kini gju krejtë sot, si më ka më reflejt? Që ashtu po doke është valla. Ma po s'ke bo një penaltit mirë. Po? Po s'besoj që keme pas vështirë me dhëngoll, jo? S'ma me menja dhe që po shkoj deri te agimit t'ja prezentaj këto dhe... Okej, hej, kafën! Shihem, jo? Shime. Po, Shef, mirëmëngjes. mirëmëngjes. A e mora raportin? Po, që? Kesh ma pari atje, po ne i rotë ti. Pa të thira ona po ajo? Po, para se më thirë ti, shef, më thirë aja, kështu kesh atje edhe i rrët të ti. Po kene kërë ti shef, atë apo mua? Kushtë të vërtet që ty të kam shef. Po, që ka me bom, kemë su keq, femrat kanë përparsi. Po, gjithmonë ti... E të më nëse duhet hedhemi me njerë në aksion. Që ka ndodhë? Shumë në gjezer një vajzë, tha se bashkëpunëtore e këtij grupit, edhe se ka shumë informata në lidhje me ta. E ko është ashtë aja? Në zyrën e hetime, unë fola pak me te, për desha që këtë rast ta e ty, sepse e di që ti e njeh më mirë këtë grup. Mirë? Atër po shkoj vro. Shimi më vonë, shef. Faleminderit. Unë jam e tu shpendi. Më vje mirë, kam dëgju për ju. Besoj që fjallët mira nuk e ndëgju. Po me njerës që kom nejt, Po jo kushini? a më falë, nuk u prezentova. Unë jam Blerta, jam inxhiniere e shkencave kompjuterike. Inxhiniere. Kam ardhë këto se
Du me ju tregu që jem shkatru. Falë, po, s'po të kuptoj. I ardhe me në tregu që je shkatru? Jam gatru me disa njerëz, që qyshtojnë mos ta prefshin udhën, po mu për një ma kanë prej udhën. Kësha lutë, a më dësh mund të tregu kush janë ta njerëz që po thu mos ta prefshin udhën? Kam bashkëpunu me një grup, me grupin e Gjemës, që shenjojnë si gjagje. Në fakt, unë s'kom bashkëpunu me ta. Ata më kanë detyru, kanë ardhë më kanë marrë të shtëpia. Mirë namaj. Kemi një porosi për Blertën. Çfarë porosie lije? Çfarë porosie? Mas pari pe kryna me ty. E mas anej me ato. Hajde. Ju, çka keni bashkëpunu me ta? Çka keni bërë konkretisht ata? Këta kanë pas një projekt, gjatë që kanë mendu që edhe unë t'jem pjesa ati projekti, po mundësinë e parë që e pata me ikë prej tënve, ika edhe erdha drejtet e jo. Dhe jo nuk keni pas ndaj mjet, komunikimi ose ndaj telefon më na treguni? Kam qenë me një dhomë mbyllën, kam qenë e lidhën, s'kam pas mundësi. Aja dhoma e arta ka pas dritare? Nuk e di. Edhe tash pret na me të besu apo? Këto që po ja thamon, pe tham që nuk du më me bashkëpunu me ta, nuk du më konë pjesë të në krimeve tënve, po du më këthy në shpe, po du me shku te baba. Unë veç atë babe s'kam kërkan tjetër. Këtë Gjema e din që je këtu? Jo, nuk e din. Në që fësa e din që unë jem ardhë këtu, ata direkt shkojnë edhe ma vrasin babën. Mirë. Nëse është vërtet ashtu si po thoni jo, atëherë unë e kërkoj ndihmën tuaj. Ti do është më më tregu ku e ka stroflën ky gjagji, që na jem të e kërku që një kohë gjatë bukur moti. Po, unë ju ndihmoj. Dhe sa persona janë me ta? Unë nuk e di se sa persona janë, po moj me ju ndihmu që sa ma shpejt mi kap këta idiota që më kanë shkatru. Mirë, po shpresojmë që nuk e devijan rrugën, no? Faleminderit.
Faleminderit shumë për ndihmën. Besoj që ndihma jote është më shumë e nevojshme se kurrë. Po shkojnë në marrë një letër dhe një deklaratë në shkru. Besoj që je dakord. Faleminderit. Po amën është me ma tregu të lutë në lokacionin? Mirë mëngjes. Urno, shef. Tardan, dua që të vish këtu me njëherë. Dua të në ndihmash me ato trikat e tua. Me njëherë. Qa është kjo? Qele e këtyre? Unaz? A do në më martu me mu? Po ma hitna me ty më i vi. Kjo Unaz është shej falenderimi për punën që e ke kry me sukses. Transferi 200.000 euro është kry. I lazim lemroj se parat ka dalë në veri. Faleminderit. Rallë ku i kom dhonë Unaz. Vetëm aty në njerëzve që kom pas besim të jashtëzakonshëm në ta. Unaza është shej besnikrije. Do të du që t'jesh besnike ashtu që je inteligente. Gëzuar. Gëzuar. E njohë këtë qikë? Më duk që e kam pati. E kam përcjellë shumë egër, është pjesë e kësaj bande. Nuk do zoj kërqysh. Su shke që në gjyti para banesës me. Pa tjetër është e. Falë Dardan. Për çka e ki fjallën? Po, që po vi. Shef, po shkoj deri te Dardan. Gjash. Po? Më do këtë shotën e kanë kap. Kanë e kanë kap? Shotën. Para banesës kish polis. Provova me thirrë në telefon, më lajmëroi që dikush apo nuk fali. Me cilin telefon e ke thirrë? Nëse. Edhe ti erdhe këtu? Tash lajmëroi. Qaj, mani? Po ti nej pas ke pru ujqit të risht? Kam një këto sen e shpejt, ti kim për këtu ujt, ecë. E zmutëni? Hajde, ecë. Shpejt. Hajde. Hajde, sa s'ka kanë ardhë. Musafir të dera me në nëzohën. E shpejt. Gutu.
Jemi policia Kosovës, jeni të rrethuar dhe nuk keni nga të shkoni. Çdo tentimi juaj është i kot. Ju lutem, lshoni armet, ngritni duart lart dhe dilni jashtë. E përsëris edhe një herë, jemi nga policia Kosovës, jeni të rrethuar dhe nuk keni nga të shkoni. Çdo tentimi juaj është i kot. Ju lutem, lshoni armet, ngritni duart lart dhe dilni jashtë. Hajde mas me e dali nga në tjetër. Shpend kërjëm, po komunikojmë. Kujdes, hapi katër sy. Ku më shkon? Po mi kalu jetën burra? Shpend, ke kujdes, sytë katër. Ndalju! Shoh vajzët! Mos një vretë të vrasë! O plak! Edhe Sofi që kanë met, o plak! Ko mas sa me ta prishat ftyrt keqi që e ki! Mos një vretë të vrasë! Shef, plaku jo është të ngjit natë, shef. Unë po vazhdoj përpara. S'ka ka hik tash.
S'ka ka hi ky plak tash. Shef, çka po ndodh poshtë? Si duket I ka ardhur ndihma këtij. Po mos ke gale, do ta neutralizojmë. Sa kjo shumë afër. Tash e vras, e shmeton. Na krejt, kena me pështu kur ti ki me dek. Çu ka dalë? U kry kjo s'ka rregull. Ka dalë. Që ki plegosh? Jo, një gërvishje vogël e dorës është. Shefa ka viktima këtu poshtë? Jo, asnjë. Ku është plaku? Nalmet. Ta tjerët që erdhën me indihmu, kur e panë që është qëllu, ikën gjithë për një herë. E mirë. Puna e tyne u kry, por e jona jo. Qysh, unë deshta me të kërku pushim? I kom blet doskia më ndryshkën që ato, pa I përdor. Në rregull, por vetëm pas festës. E çfarë festa është tash? Dgjoj, ky grup, këta njerëz I kanë bërë shumë dëm këtij vendi. Din, me që u kry puna e tyne, kjo është arsye për me festu, apo jo? Po, mas mirë. Po shkoj pak deri te vajza. Hajde. A je mirë. Faleminderit shumë për ndihmën që na dhe. Besoj se nuk më duhet ma. Kjo paguajti vetëm. A bëni kërkesë? Porno. Më duhet telefone. Po ma. Alo? Bab? Blerta jam.